Ashtu si që dhe paralajmëruam në këtë pjesë të parë, do të flasim për ngërqim politik. Megjithse të dielën përfundon afati për formimin e qeverisë. Në anën tjetër, kemi një kërkesë të listës sërbe bërë në gjykatën kushtetuese, e cila akoma nuk ka marrë përgjigje. Për të diskutuar rreth kësaj, në studio kemi profesorin e të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Profesor, mirë se erdhët. Po afron afati, e diela tashmë është afër, ndonse nuk kemi ende një përgjigje të gjykatës kushtetuese në lidhje me kërkesën e listës sërbe, e cila ka kërkuar masë të përkohshme dhe krejt kjo ka ardhur pasi në kryetar nga radhët e komunitetit serb u zgjodh Nena Derashić. Profesor, a ka të drejtë ndoshta që deri të dielën në gjykata kushtetuese të mos kthej përgjigje mbi këtë çështje, apo do duhej të vinte një përgjigje para se të thirrej seanca për formimin e qeverisë? Fillimisht më lejoni të konstatoj për shikuesit tuaj që tani më nuk jemi në ngërçe as paraliza, jemi pikërisht në afatet kushtetuese për përgatitjen për formimin e qeverisë së re, gjithsesi mandatimin e mandatarit për këtë punë. Mandatimi është bërë nga presidentja, oferta nga fituesi zgjedhjeve është aty, afati i parë kushtetues bazuar në dispozitat e ligjit 95 të saj të kushtetutës, pra kalon, siç e thatë ju, të dieni në 26, mos gabofsha. Dhe deri atëherë çdo gjë mund të shkojë dhe duhet të shkojë në rregull, sepse jemi në afate kushtetuese. Varet vetëm se a do të mund të fituesi zgjedhjeve të siguroj një kabinet qeveritar me gjatë e vota, ta bind presidentën që i ka ato vota dhe thirret seanca plenare, në fakt, e cila pastaj aty votohet për këtë çështje dhe kemi apo s'kemi qeveri varet nga votat e gjatë e një deputetëve. Ndërka saj përket pyetjes për masën, masa është në dorën dhe diskrecionin e gjykatës kushtetuese, tani që ta përgatis lëndën, ajo është deklaruar që është duke trajtuar dhe se a do të shpall masë të përkohshme apo jo, varet nga jo, por ajo që duhet thënë ne, që dim diçka nga kjo punë dhe qytetarët sigurisht, është më falni që një masë e përkohshme do të pezullante punën e kuvendit dhe veprimet e matutjeshme kushtetuese dhe do të ishte një prolongim tjetër, një goditje, pse jo, e fazës dhe procesit të konstituimit të organeve dhe rrumbullaksimit të këtij procesi. Prandaj unë shpresoj dhe gjykoj që gjykata kushtetuese nuk ka nevojë që ta bëj atë, do duhej definitivisht veprante në frymën e asaj që ka bërë në vendimet e mëhershme, në frymën e asaj që është gjendje faktike është se kuvendi është konstituar, është në përputhje me paragrafin 4 në 167 kushtetutës, pikërisht zgjedhja e përfaqësuesit të komunitetit, sepse partitë politike nuk përfaqësojnë komunitetet, po komunitetet përfaqësohen përmes përfaqësuesve të tyre në institucionet e vendit, në këtë rast kuvend, dhe kjo është në kushtetutë, prandaj mendoj që çdo gjë ka qenë në rregull dhe duhet të vazhdohet me formimin e qeverisë. Pra, bazuar në situatën, profesor, gjasat janë të vogla që gjykata kushtetuese të vendos pro kërkesës e listës sërbe? Duke qenë se edhe deputeti Nena Derashić, po ashtu është përfaqësues i komunitetit serb. Po pra, unë thash vetëm që thjesht është në dorën e saj fillimisht dhe në diskrecion, që do me thënë e drejt, ta bëj ose të mos e bëj, si mendon ajo. Por do duhet mendon të mirë, mendoj unë, të analizoj mirë këtë çështje dhe në mënyrë afirmative dhe pozitive t'i vlerësoj faktet dhe rrethanat. Dhe ajo nënkupton, kjo që po them, nënkupton afirmative dhe pozitive, që të vazhdoj drejt rrumbullaksimit të formimit institucionit, në këtë rast qeverisë. Për arsye se me kuvendin mjaft është elaboruar, ajo ka dhënë argumentet mjaftuara, ka pas të lashe të mëdha dorën zemër gjykata kushtetuese me këtë kast politike, me këto intervenime, pyetje për çdo gjë,
dhe qëndrimet të tyre herë kështu herë ashtu, barikadimet, betonizime, inate politike, veprimet të pa arsyeshme iracionale dhe mendoj që është fundi dhe do duhet ta thjesht ta refuzon gjithsesi ta shpalte se shpallet e papranueshme kërkesa dhe vazhdohet më tutje. A ka të drejtë të thirret seanca plenare pa u dhënë një përgjigje nga gjykata kushtetuese, profesor? Po, sepse thash jemi, jo rastisht thash, përshikuesit tuaj që jemi në afate kushtetuese, jemi në dinamikën kushtetuese. Pra, është konstituu kuvendi, kemi tani nenin që përmenda 95, paragrafi 1, që jep mundësi fituesit që në fat për 15 ditësh të ofrojë mandatarin. Ata kanë caktuar mandatarin në Këshillin e tyre të përgjithshëm. Mandatari është pranuar nga presidentja dhe tani mbetet që vetëm ta plotësoj kushtin tjetër që t'i ketë një kabinet qeverisës potencial me 61 vota dhe të votohet në parlament dhe formohet qeveria. Profesor, thënë gjitha këto, cilat janë gjasat që realisht kryeministri në detyrë Albin Kurti t'i ketë këta 61 deputet, marë parasysh shëndrimet e deritaneshme të partive politike, për cilat më pas do diskutojmë për secilën veç e veç. Po, janë gjasat dhe gjithmonë mundësia thani është për të bërë veprat mira. Në këtë rast jemi në një zgrips kohor, në një themi cajtnot, që po na kushton jo vetëm pikpa me kredibiliteti, rejtingu ndërkombëtar si shtet, po edhe me miliona dhe ma shumë se kaq edhe me miliarda ndoshta euro vlerë, do duhet dhe ka mundësi, e para ka mundësi që pa tjetër gjendet një solucion, duhet lista, do më thënë, për 3 deputetësh e nismës socialdemokrate, të ketë racio politike. Vërtet është momenti i fundit që ata të reflektojnë. Jo me floskula politike e me retorik boshe, por duhet jo ne vetëm kuvend. Çfarë do të thotë ajo? Ajo ishte një kërkesë për mua, jo reale, për të mos thënë absurde. Ne duam të kontribojmë në legjislacion. Kryetari i kuvendit është vetëm një speaker, është vetëm një folës drejtues primum inter pares, i pari në mesin e barabartë, është një si ata deputet tjerë, vetëm e ka autorizimin për ta udhëhequr seancën. Pra duhet ai të më fal ta përfundoj mendimin, të lutem. Duhet që thjesht të bëjnë një marrëveshje, edhe këta duhet fituesit jenë fleksibil, nëse bëhet një marrëveshje për që bashkëqeverisje me nismën, atëre patjetër që duhen edhe nivo 2, do duhi këta të komuniteteve pakic, me këta të bisedohet, edhe mendoj unë, varianti 2 që edhe pa biseduar me askend, si që vepruan PDK-ja në rastin e votimit të kryetarit, që veproj mirë dhe veproj tamam si leadership, parti serioze e votoj kryetarin, edhe LDK-ja që e votoj tani më kandidatin për nën kryetar të komunitetit sërb, njëherë jo pasaj po, të veprojnë përsëri. Dhe kjo do t'ishte mendim dhe veprim strategjik i këtyre partive, për arsye se e vënë sprovë, nëse deri tash si shtoshin këto të opozitës, deri djeshme se fituesi po e pengon, po e blokon formimin e kuvendit dhe të institucioneve tjera, nuk ka kurajo dhe guxim që ta marrë qeverisen, atëherë dhe le ta vënë sprovë, le ta japin mundësinë që ai ta bëjë qeverisen, për qeverisje pakicës është, edhe mandej le të dëshmohet kjo dhe le të fitojnë ata, unë jam i sigurt që fitojnë vota, fitojnë autoritet para popullit dhe autoritet politik para bashkisë ndërkombëtare, nëse tregojnë leadership dhe e votojnë për interes publik dhe shtetëror të Kosovës qeverisen pa e kërkuar fare. Profesor, në anën tjetër, kjo që po thoni dhe ishte ideale, ndoshta mënyrë që të delim nga tërë kjo blokat në cilën që 9 muaj, po thuaj, se kemi një vit të plot të humbur. Megjithatë, për dallim të atyre që thatë ju se si do duhet që të vepronin, partitë politike janë deklaruar me qëndrimet e tyre krejtësisht kundër. Lidhja Demokratike e Kosovës kanë thënë se nuk dëshirojnë të bashkëqeverisin me Kurtin, në anën tjetër Partia Demokratike e Kosovës gjithashtu
kanë mbajtur të njëjtin qëndrim, Nisma në deklarimet e tyre e kanë potencuar se me Bashën në krye të kuvendit nuk dëshirojnë që të bashkëqeverisin me Kurtin, madje këtë e konfirmoi edhe para pak ditësh përfaqësues të Nismës Socialdemokrate këtu në studion tonë të mesditës. Megjithatë, pse mendon se gjitha partitë e kanë problem që të bashkëpunojnë me Kurtin, ose ta pranojnë lëvizjen vetëvendosje për qeverisje. Marr parasysh se Kurti kishte dy ftesa për lidhjen demokratike të Kosovës, e më pas para pak ditësh e bëri ditur edhe ofertën që kishte bërë Nismës, që në fakt ishin 4 pozita të larta të një subjekti politik që ka vetëm 3 deputet. Unë mendoj që ka shumë faktor, edhe arsye, ata i kanë arsye të veta secila parti politike. Pse? Për arsye se dihet, sepse këta që kanë fituar zgjedhjet në mandatën e kaluar kanë ardhur në pushtet duke i kritikuar të tjerët para arsit të tyre për gabimet dhe veprimet që kanë bërë. Dhe ato nuk janë të pakta dorën zemër, lëshime, gabime që kanë kushtuar dhe i kushtojnë Kosovës dhe po i kushtojnë Kosovës, janë vuar pyk në rrugën e matejme të veprimit edhe me Bashkinë Ndërkombëtare, po edhe të konsolidimit vendit. Prandaj kanë arsye të veta, por dhe qëllimi i tyre po del në shesh që është politik dhe është për pushtet dhe jo për shtet. Dhe kjo është, do të thosha unë, bariera kryesore dhe mendoj fakti që këta i penalizon herdo kurdo para votuesit, fundit edhe tani janë penalizuar të gjithë, pa dallim, edhe fituesi edhe këta humbësit në zgjedhjet qendrore, sepse keni 39% dalje që ka një zhgënjim qytetar dhe një thjesht pakënaqësi. Prandaj janë motive të shumta pse, por mbi të gjitha lufta për pushtet. Duan apo jo ata, bëjnë apo nuk bëjnë. Konkluzioni logjik rezulton që ata dëshirojnë me çdo kusht ta përjashtojnë qeverisjen e Kurtit edhe një mandat tjetër. Dhe duan që vetë në forma të ndryshme të vinë pushtet, por nuk kanë rrugë, nuk kanë kurajos, s'kanë vizion, s'kanë strategji, nuk kanë durim, nuk kanë racionalitet politik e empiri politike dhe utilitariste për të intelektualiste, sepse në politik duhet edhe etikë edhe morale dhe intelektualizëm, i lartë që të zgjidhin problemet dhe të mendojnë larg me një vizion për te horizontit në mënyrë që bëjnë veprime. Këta po dëshmojnë që nuk janë ende në nivelin e duhur të emancipimit politik dhe po veprojnë kështu me këta faktorë që i përmenda. Pra, profesor, në bazë edhe të asaj që thatë dhe ju, një të qenurit të gatshëm për të bashkëpunuar, si që kishte thënë Nisma në fillim, gjë që u pa shumë pozitive nga të gjitha mendjet kritike këtu në Kosovë, thanë se Nisma shumë mirë që është e hapur, megjithatë po del se në fund, ashtu si që thatë dhe ju, profesor, nuk pas ka qenë edhe shumë për shtetin dhe për t'i hapur rrugë zhvillimit apo krijimit të institucioneve, por për interesat e saj. Pikrisht, dhe për të qenë korrekt deri skaj, po Nisma bën çka të bësh livadin lema mua, thot populli, por jo vetëm Nisma, gjithë me radhë, nga fituesi deri te humbësi i fundit, to 4 parti politike tona të shumicës shqiptare, mos flasim për listën sërbe që ka qëllime destruktive, sepse vetë fakti që kërkon mas përkohshme mbrojtëse, nënkupton që don ta pezulloj kuvendin, pengoj procesin dhe ato janë veprime destruktive. Gjitha këto kanë dëshmuar gjatë gjithë këtyre 8 muajve që interesohen për interesat e tyre politike, për përfitime, beneficione, për pushtet dhe jo për shtet. Dhe kjo është evidente, nuk mund të më shifet në asnjë mënyrë, sepse shifet nga aeroplani. Profesor, për dallim prej lidhjes demokratike të Kosovës, e cila refuzoi 2 herë kërkesën e kryeministit në detyrë Kurti, një ftesë e tillë nuk i shkoi Partisë Demokratike të Kosovës. Kam 2 pyetje për këtë çështje. Pse mendon se vetëvendosja nuk tentoi që të fton PDK-n për një marrëveshje të mundshme politike, e më pas dje në studion ton pikërisht këtu zoti ish deputeti Xhavet Haliti tha se PDK-ja nën vete disi edhe thot se pse neve nuk na ftuat. Jo, fillimisht nuk i kanë ftuar sepse fillimisht du të thënë edhe ati zotriut edhe të tjerëve që të majnë mend këto gjëra, proceset politike, sepse kanë përvojë gjatë. Pikrisht PDK-ja ka thënë që s'bëjmë në asnjë mënyrë. Po, njëshëm dhe LDK-ja ka thënë. Po, mirë, ma vonë ka thënë ajo.
Edhe në fillim, edhe ajo pas procesit, të dyjat pra kanë thënë që nuk bëjmë ta. E në ndërkohë tani janë ato planet politike, orientimet politike, nuk mundet, nuk ka kredibilitet, kredo politike dhe racio logjike që vetë vendosja ti thotë PDK-s, hajde bëhemi ne si partia dytë fituese të këtyre zgjedhjeve të fundit, kur i ka thënë nimi të zeza përpara gjatë gjitha atyre viteve derisa ka ardhur në pushtet. Çka ka bë këte. Dhe në fundit eksponente e këtij subjekti politik këto ditë, madje edhe mbrëmë thanë këte që s'kemi mund sepse ne me ata s'mundemi sepse ka pas gabime të shumta dhe ata kanë prova tani më që 5 vjet në pushtet, kanë edhe prova dhe dëshmi zyrtare për abuzime sipas tyre dhe janë dërguar lëndët në prokurori, asnjë nuk është proceduar sipas tyre gjithnjë. Pra kanë ata din çka thonë. Dhe tani me diken që i thua që ke bë këto gabime kundër shtetit, gjithsesi më fal kundër shtetit, jo, po ndëmte popullit të shtetit, edhe tani të kërkosh nuk ka rezon. Një e dyta, faktori tjetër është këto subjekte politike nuk kanë siguri të tyre politike, nuk kanë shumë, themi, brumë, substancë politike përkundër viteve që janë në skenën politike, që të besojnë se mund të qëndrojnë vetëm, por mendojnë se kur bashkohen me diken, kjo është sindrom me keqardhje, ndoshta edhe juni, shumicës prej nesh, që më damton ky dhe më rrezikon ky dhe më shkatron ky tjetri. Pra, keni pa edhe mediat, edhe nga mediat, s'po them nga ju, po disa media thonë që nëse bëhet me këte ose analistet e tjerë, e gëlltit, nëse bëhet me këte shkatron, ky shkatron këte. Keni parasysh, çfarë është vokabulari ky? Çfarë spjegimi është ky? Pse a thu bëhen koalicione për të shkatruar njëri tjetrin? Ky do të ishte destrukcion kolektiv. Nuk bëhen, nuk do duhet bëshën, nuk e dia bëhen as bëhen me saksi, se e di se çka bëjnë ata mrenda me njëri tjetrin, po shifet, që nuk e durojnë, nuk e pranojnë, jo urrejnë, por definitivisht rivalizojnë, prandaj janë këto arsyet që ndoshta disa nga to, më kryesore që nuk i kanë lejuar të bëjnë, por edhe kjo është e papranueshme, do duhej që në politik nuk ka asgjë të pamundshme. Ja shembull konkret i përmenda, PDK-ja thoshte se votojmë, ma në fund e votoj. Një njeri që është kryetar sot. LDK-ja në asnjë mënyrë, asnjë nga ne, i bëri disa vota dhe e votoi këtë tjetër. Pra, edhe tash duhet ndryshuar qëndrim. Edhe vetëvendosja, gjithsesi koalicioni i saj, do duhet jenë më, do thosha unë, fleksibel, më të tolerueshëm, më të arsyeshëm dhe më racional. Në politik duhet patjetër një farë lloj ekuacioni të bësh. Se pra marrëveshje, kompromis, ato marrëveshje nuk janë gjithherë të këndshme, por edhe kjo që të mersh 500 sa ishte kë, 400 kë ajo, nuk ka rezona, është shumë, do të thosha unë maksimaliste për të mos thënë edhe diçka ma tepër, sepse do të thoshte është diçka që nuk ka kuptim, vetëm unë duhet edhe unë të sundoj. Jo të qeverisë, po të sundoj vetëm. Pse? Sepse votuesi ka thënë, ka bëni ekuacion politik, ka thënë, vetë s'mundesh. Ishe e pate 4 vjetë, unë nuk u dëshmove. Prandaj ja ka dhënë një pjesë të ëmbëlsirës, edhe këtyre tjera, dhe ka thënë, e ka bëni mozaik të tillë, një ekuacion, që do të mund të bëhej me këta, po të merreshin vesh, që të gjithë ta bëjnë bashkë një qeverisje stabile, e cila do t'i përballon të gjithë sfidave, edhe problemeve të presidentit, eventualisht çdo gjë tjetër. Dhe do të merrin vendime të cilat mandej kanë peshë dhe legitimitet më shumë para qytetarit dhe para botës, se kur është vetëm një parti e cila merr përsipër shumë gjëra që nuk e ka atë peshë kur një parti vendos për çështje kruciale që kanë pasoja 100 apo edhe më shumë vjeçare. Pra, këta janë ata faktorë që kjo klasë politike nuk po mundet të kaloj, do duhej lënë anash gjitha ato dallime dhe të merren vesh dhe të bashkëqeverisin. Këta nuk munden. Lere që s'munden këta me fitusin, po as vetë këta të opozitës mes njëri tjetrit. Ja, për shembull, dje keni lajmin e fundit që thot një eksponent Tiranë, si ishim një subjekti politik, nuk ka mundësi tjetër veç në zgjedhje. Pra, e përjashtojnë mundësinë që nëse eventualisht
koalicioni fitus nuk i bën gjatë e një votat tani, me njëherë fillon afati kushtetues dhe editor, që këta t'i bëjnë. Jo, ata me njëherë që tash e kanë qartë, e kanë shlyer atë mundësi, që i jep kushtetuta. Zgjedhjet i kanë kërkuar gjithë, profesor. Jo, mirë, i kanë kërkuar këto dy partit kryesore, me njëherë pas u bë kuvendi, të dyja dolën e thanë opozitare, në zgjedhje. Natyrisht edhe këta s'kan ku shkojnë, sepse nëse s'ka mundësi me i bë numrat, e ka bllokad në atë aspekt, edhe po punon dikush, kush dora e padukur, invisible hand, thonë anglezët, atëherë shkohet në zgjedhje, s'ka zgjedhje tjetër. Dhe pikrisht këtu, pastaj profesor, si rrjedh tutje në rast se, sepse në deklaratat e fundit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, edhe kemi mundur të vrejmë se edhe nuk mund ndoshta t'i bëj numrat deri të dielën, ashtu siç nuk ka mundur t'i bëj deri më tani. Megjithatë, si shkon tutje, profesor, në rast se nuk arrihet që të bëhen numrat, pastaj do t'i kaloj një shumicë tjetër PDK-s, apo kushdo që mund ta krijojë një shumicë? Po është e pa determinuar sa duhet, por ajo që mendoj unë nipet mundësia jo vetëm të dytit, po mundet edhe i pari, po dikush tjetër, një mandatar tjetër, nëse ndrojnë rrethanat, para çdo ditë, që është teorikisht e mundur, po praktikisht është e pamundur, atëherë mundet edhe i pari, po gjithsesi i dyti po. Pra i dyti janë partia e dytë fituese e zgjedhjeve që është PDK-ja, mundet ta marrë mandatin nëse i bën gjatë e një dhe formohet qeveria. Po ju e keni tani më atë kontradiktin që nuk don as LDK-ja me PDK-n. Me PDK-n pasaj. As ata thotë nëse ma jep kryeministin, me fituesi i tretë e kërkon kryeministin. Ka ndodhur në praktik, ka ndodhur, por nuk duhet ndodhë. Është konkluzion logjik dhe racional, që po edhe elektoral, që haj që fiton i pare, që deli fare, sikurse edhe në sport. Nuk mund është ti deli pare dhe ai treti thotë jo ma jep mu fitore, nuk bën. Qoftë edhe për një sekond. Pse bëjnë këtë, profesor? Ndoshta pse janë Se lakmia madhe thash për përfitimin janë mësuar të përfitojnë nga politika. Politika të ne ka qenë biznesi më produktiv dhe më profitabil. Dhe njerëz kanë përfituar, janë pasuruar dhe tani më është diçka që shprehia kur krijohet shumë vështirë eliminohet pastaj. Nuk mund të ish një dorë. Nëse fillon dikush të pi drogë disa herë, pastaj është shumë vështirë me dalë, dini sa problemet shëndetësore dhe sa investimet e shëndetësisë bën për ta bërë një nga shprehia, ka institucione ne si kemi, po i kanë bota civilizuar, me vite duhet për ta hequr atë shprehi që të kthehet në jetën normale. Kështu është edhe në politikë, nuk po duhet bëj krahasime pa përshtatshme, por komparaison se në paraison, thonë francezët, po e vërteta është aty. Janë mësu, kur mësohesh me diçka vështirë e çdor, sepse është shumë e dobishme. Po. Profesor, për të kthyer edhe një herë tek numrat e Kurtit. Disi kemi parë se po insiston që bashkëpunimi të jetë me lidhjen demokratike të Kosovës. Thënë kjo pasi para pak ditësh edhe ministri në detyrë Nagafci u bëri thirrje lidhjes demokratike të Kosovës që të votojnë pro qeverisë, si pasoj të arrihet një marrëveshje politike në mënyrë që të mos i bëhet vendit më shumë dëm edhe të mos shkojmë në një palë zgjedhje të reja. Pse tërkyn insistim me LDK-n e cila prerazi kishte refuzuar 2 herë ftesat e vetëvendosjes? Po ka një afirmitet dhe një afinitet për afërsi dhe bashkëpunim, sepse ka një përvojë, ata kanë bashkëpunu fillimisht në opozitë kundër PDK-s me vite tëra, e dini ato Vlani e tjera. Pastaj kanë pas një marrëveshje shumë e gjatë, shumë detale që është bërë për bashkëqeverisje, kanë qeverisur pak, po aty mandej kanë dikur dikush nga jashtë, se ndoshta si shprishja e qeverisje 50 ditëshe, dhe mbi të gjitha mendohet me të drejtë që LDK-ja është partia parë politike pluraliste në Kosovë, me traditën më të gjatë, mbi 35 vjeçare, tash mos gabofsha, dhe dyta është dëshmuar si institucionaliste, pra, institucione bërse. LDK-ja dhe kur ka thënë Gure Dru ka rrëzuar mbi PDK-n në gjatë fushatave zgjedhore, pas tyre përkundër koalicionit, ju e dini opinioni, brenda minutit ka ndru qëndrim dhe ka bë koalicion me PDK-n, pikrisht.
duke akuzuar për shumë çka e mandej duke bashkëpunuar. Mund ta bëj këtë kalim për lëvizjen vetëvendosje? Si? Pse nuk mund ta bëj këtë kalim siç e ka bërë për PDK-n, pse s'mund ta bëj për vetëvendosjen? Tani ata mendojnë që ka kaluar koha e lëshimeve, ka kaluar koha e kompromiseve, sepse sipas kësaj strukture të re të qeverisë në gjithësisht politike në LDK, gjitha ato lëshime që kanë bërë ju kanë kthy bumerang LDK-s dhe ka ardhur deri në 12%. Pra ata mendojnë që ky fleksibilitet, kjo zëmërgjërsi politike, institucionaliste për të bërë vazhdimisht për të qenë ajo barse e rrezikut, po edhe peshës për të bërë institucione, ju ka hakmarrë. Dhe tani më nuk duan, është ajo rruga e re, jo rastisht, që do të thotë është një rrugë tjetër, nuk është ajo e vjetra, Ibrahim Rrugovës, po du të them që s'është se ata thonë që është, po realisht kur thuti rruga e re, do të thonë është një rrugë tjetër për asaj që ke ndjek deri sot. Dhe kjo nën kupton që ndoshta edhe kanë mirë, punë e tyre është strategji politike, një subjekti politik, aty nuk duhet ne të ndërhyjmë asesi, por ajo sipas tyre është kjo, do të thënë tashmë nuk mund të jenë ata vazhdimisht korrektori kryesor dhe mbarsi i peshës për të bërë institucione, për të lëshupe, për të bërë koncesione. Nuk duan, do të jenë vetvetja, po edhe fjalori shumë, do thosha unë, rudimentar, i pa pranueshëm, i sjelljes edhe gjatë fushatës, madje edhe pas fushatës, i fituesit të zgjedhjeve që janë krye eksponentit e tyre, kanë ndikuar që ata thjesht edhe t'ja bashkëkurorën mbretërore, siç thonë ata, nuk do të bashkëpunojnë me ta. Profesor, në anën tjetër është aluduar shumë se Kurti edhe mund të ketë piketuar disa deputet të cilët për dallim prej qëndrimeve të tyre partijake edhe do të mund të votonin pro këtij. Mendon se ka deputet të tillë që u dalin kundër partive, sepse praktika në të kaluarën ka treguar që një gjë e tillë mund ndodhë. Po ndodhë, duhet ndodhë dhe mund të ndodhë dhe kanë obligim të ndodhë. Mirë që ma shtruat këtë pyetje, sepse është një nën kushtetut që thotë mandati deputetit apo deputetes është personal, është sovran. Sovrani, populli votuesi, ja ka bartë atij zotriut apo asaj zonjës. Dhe ai duhet menaxhoj pa ndikim, pa imponim, pa donim nga partia, nga askush, nga udhëheqja. Dhe nëse interesi publik, shtetëror, ata janë betuar për këtë, nderuar. Ata janë betuar që do të bëjnë më të mirën për shtetin e Kosovës dhe qytetarët e tyre. Dhe duhet ta bëjnë ata, pa ju thënë fare, unë thash pak më parë. Ata partitë politike, po deputet sidomos sepse kanë përgjegjësi. Para qytetarit po edhe kanë llogari sepse dini sa kushton një kandidim për deputet, shumë, s'po du të përmendi shifra. Shumë kushton për ta fituar atë mandat dhe shumë është nder i madh, s'ka nder më të madh madje, se sa të fitosh postin e deputetit, që është besimi i qytetarit sovran për ta përfaqësuar në qeverisje atje dhe në udhëheqje shtetit dhe për t'i ndihmuar qytetarit që t'i zgjidh problemet ditore. Prandaj, as nuk kanë llogari që të shkojnë zgjedhje individualisht asnjë deputet, as nuk është që nuk e kanë obligim, madje gjykata kushtetuese me vendimet e saj disa herë ka thënë është obligimi çdo deputeti që ta bëjnë kuvendin, që do të thonë të bëjnë edhe qeverinë, të ndihmojnë shtetin edhe kështu që mbi të gjitha këta zotrin e kanë shkelur kushtetutën 120 prej tyre secili veç me të dy këmbët. Kur e kanë shkel, kur nuk e kanë respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese dhe afatin e saj të caktuar për 30 ditë për ta bërë kuvendin. Nuk e kanë bërë, ka kaluar edhe do tjera ditë. Do me thënë janë shkelës të kushtetutës. Dhe ata nuk kanë as kredibilitet moral të mjaftueshëm, mendoj unë, me këtë çfarë dhe respekt ndaj tyre nuk po duhet i piketoj as ti adresoj as ti akuzoj, por kanë bërë shkelje. Si munden ata nesër të mendojnë që qytetari ju beson atyre që nuk bëjnë ndonjë shkelje tjetër? Për shembull, kur bëjnë punë në komisione me ligjet e caktuara, kur na sjellin ligje të cilat nuk janë dobi qytetarit, e tjera, prandaj ata duhet ta votojnë pa marrë para edhe partitë politike, po sidomos kjo që ju po e shtroni me të drejtë, deputetët duhet të kenë vedije politike për interes politik të përgjithshëm publik që ta votojnë këtë qeveri dhe të thonë hajde ta shohim
ku je dhe çfarë je. Por profesor, a mund që deputetët realisht të friksohen parti, sepse dje ish deputeti Aliti pikrisht në të njëjtën pyetje të cilën edhe ja kemi parashtruar, tha se nëse dikush e shet veten, duhet të përjashtohet në aspektin se nëse del kundër qëndrimeve të partisë. Po ai vetë është njëri prej eksponentëve që jo gjithherë ka qenë konsekuent me qëndrimet e partisë tij, me keqardhje. A tregon kjo që PDK-ja Pra, unë përkundrazi e kam çmuar dhe e çmoj për atë. Sepse shiqoni në demokracitë e konsoliduara, më falni, vetëm shkurt, madje brenda partive lejohen edhe fraksione. Jo vetëm mendime ndryshe. E mendimi ndryshe është edhe votimi për një çështje ose mos votimi. Pra, nuk është ajo punë që është ashtu. Këta edhe LDK-ja dhe PDK-ja dhe kushdo qoftë tjetër, le të legalizojnë sepse kanë shumë fraksione brenda realisht. Fryma tjetër, fryma diverse, mendimit ndryshe, ekziston, demokracia e çmon atë, e vlerëson atë komponent, le ta bëjnë me statut që ka lejohen fraksionet. Nëse jo, nuk munden me ndalë, nuk mund ta, kur vjen vërshima e lumit, s'ka kush që ndalë atë, sepse ajo merr para vetës çdo gjë. Një deklaratë e tillë e zotrit Aliti a tregon se PDK-ja është e friksuar se dikush nga deputetët edhe mund të votojë kundër partisë. Po për atë nuk e pranuan atë votimin e fshehtë, pikërisht për këtë. Ishte synim, do të thosha unë, i qëllimit fundit të fituesit zgjedhjeve që përmes një metode tjetër të provojmë, me që nuk i kishte fuqinë politike dhe numrat, të përmes votimit më sheft të imponoj votimin. Ndërka që këta kundërshtuan pikërisht nga frika se dikush mund të votojnë nga deputet dhe do të votonte, pa dyshim, e nuk do të dihej cili dhe nuk e lejoni dhe blokoni. Dhe ata ishin blokus. Këta ishin, themi, manipulus, nëse mund them, thojza, të procesit duke gjetur mënyra metoda që janë machiavelliste, për të mos thonë bizantiniste, kujdo qoftë në politik, e këta tjerët ishin ata që blokonin. Edhe friga po patjetër që mund të ekzistonte sepse kur nuk e din se kush voton, atëherë votojnë njerëzit. Por patjetër që po shifet qartë që ka një disiplinim artificial dhe i pa drejt dhe disa deputet, për shembull një subjekti politik, LDK-s nëse doni 2-3 u deklaruan, thanë që ne njerin do ta votojmë tjetër për shembull për kryetar, me një herë reagoi partia dhe herën tjetër ata thanë jo se votojmë. Pra, shifet që ka një presion që është kundërshtim me kushtetutën dhe mandatin e deputetit i cili është personal. Pra, ushtrohet me vedijen dhe përgjegjësinë që ka deputeti ndaj votuesit dhe jo ndaj partisë në dy. Sepse jo gjithë partit janë të përkryera, madje partit janë të përkryera fare, sepse partit janë ndarje, janë grupacione, ndërkohë që monoliteti, uniteti i një populli gjithmonë është më fitues dhe më utilitar, pra më i dobishëm për shumicën, se sa ndarjet kështu në 60 copa apo 100 copa që kemi ne, 60-70 parti ose grupacione, shoqata e tjera, dhe individ pavarur janë subjekte politike të gjithë, marrin pjesë në një proces zgjedhor. Dhe si përfundim, profesor, çfarë pritet të ndodhë të dielen nga gjithë ajo se çfarë kemi parë deri tani? Unë shpresoj dhe pres, si qytetar, që do duaj subjekti politik, gjithësisht koalicioni fitues, të jetë serioz dhe të kuptoj rolin e vetë dhe rëndësinë. Pa marrë parasysh a i del mira është vështirë, apo jo sigurisht është vështirë të jesh tash përgjegjës i qeverisë dhe qeveri në mandat në këto kushte për Kosovën, sepse ka veç kërkesa për koncesione dhe as një ofertë serioze as nga Bashkimi Evropian, as nga Bashkia Ndërkombëtare, ta mas mirë punën dhe të bëj kompromis, për shembull me nismen, po jo me kthy tash te kuvendi, sepse edhe nisma duhet ta ketë arsyën e vet. Edhe 2 deputet tjeri besoj që gjinden dhe ta bëj patjetër qeverin me që këto 2 parti tjera nuk po donë. Për ndryshe kundërta në zgjedhjet e reja, jo vetëm që do të humbim edhe do të humbin partit vetë, nuk e di si nuk janë të vetëdijshme, çfarë barometri kanë, kujt i besojnë, ignorancës i besojnë ata, apo i besojnë faktorëve dhe indikatorëve të qartë që tregojnë që nëse këta kanë humbë shumë me këtë sjellje 8 mujoshe,
dhe do të humbin edhe më shumë në ato zgjedhje, sfitojnë asgjë dhe mund të kemi një ekuacion, një mozaik përsëri pa përshtatshëm sikur ky tash, që nuk ofron mundësi për ta bënë qeverisje gjithëpërfshirëse dhe ku shkojmë ne, prej krizës në krizë, nuk mundet kështu populli. Duhet ta dinë që ka durimi kufi dhe neve po na çon kjo klasë politike me vedi ose pate, me dashje ose pate, në ambis. Ambisi është theqafja më shqip. Do me thënë atje ku ka errësirë. Ne nuk duhem ashtu. Qytetari nuk e pranon. Qytetari i zëshëm është tani dhe ja u ka tërgu vendin. Ja u tërgon edhe më keq. Mund vim situati kemi 20% dalje, çfarë legitimiteti është i atyre që fitojnë pushtet 20, ose 30%, ose edhe 39 tash. S'është legitimitet ai. Legitimitet konsiderohet në shkencë dhe në të drejtën elektorale mbi 50% nëse dikush fiton. Mas pakut. Këta asnjëherë, si kemi asnjë palë zgjedhje, mbi 50, nën 50, 20, 23, 24, 22, 21. Kaq, pra duhet mendojnë mirë dhe duhet ta bëjnë qeverinë. Dhe një çështje të fundit, profesor. KQZ ka vendosur që aktivitetet zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për kryetarët e komunave të jetë nga 3 nëntori deri me 9 nëntor. Pra fshata për raundin e dytë nga 3 deri me 9. Që i bjen gjithsej 6 ditë. Mjaftojnë 6 ditë fushat për raundin e dytë të zgjedhjeve, pra balotazhin? Mjaftojnë për arsye se kemi pas një muj ditë këtu përpara, në rundin e parë, mandej mediat janë, ne kemi shumë media, edhe mirë që kemi, veç duhet jenë edhe cilësore dhe objektive, edhe përmes mediave ka mundësi të bëhet në teren, bëhet nga mediat, dhe mendoj që është mjaftueshëm mbi të gjitha dhe bindja qytetarëve është përcaktuar tashmë. Ata dy që janë, ose dy, kushdo qofshin, kanë qenë në rundin e parë. Tani ma qytetari ka mjaft mundësi për zgjedhje. Njerin ose tjetrin, opcion dhe mjafton, mendoj unë, sepse po na kushton shumë kjo çështja e këtyre zgjedhjeve është jashtëzakonisht e kushtueshme, është merrmend 3 palë, po na bjen 4 palë nëse mban zgjedhjet brenda vitit, ato kushtojnë mbi 30 milionë sa. Tash po kushtojnë shumë shtrejt. Pra mbi 30 milion, mesatarisht nga 5-6 milion një palë zgjedhje, mas pakut. Kjo, a dini çka do thotë për buxhetin tonë, për qytetarin tonë që ende shkon me kam zbathur në shkollë, ende nuk ka mundësi as shkollë, as qerdhe s'ka, as pensionet janë të tmerrshme, pensionet janë më të ultat në rajon dhe ne faktikisht s'kemi pensione, s'kemi sistem pensional, nuk funksionon. Ligjet janë të mikut e mazise kaq sepse janë diskriminuese, qytetarët tanë janë të kufizuar, ndihmat sociale kufizohen me indikatorë dhe kushte ligjore jo njerëzore, jo vetëm që janë jo ligjore, e diskriminuese. Ta vën aty pyken, ta vën pengesën, barierën, thot, nëse i ke fëmijën mbi 5 vjet nuk bën të kesh. Çfarë logjike ka kjo? S'ka logjik fare. Dhe kur e mendon që mbi 5 vjet e tutje pastaj ka më shumë kërkesa. Është studime deri 26 vjetur, do? Dhe thash kur e mendon që 5 vjet e tutje ka më shumë kërkesa pastaj. Po natyrisht, po le të ketë kërkesa sepse ky shtet pse është për ta shërbyer qytetarin. Shteti është për të shërbyer popullit. Jo e kundërta vetvetes dhe për të pasuruar klikat e ndryshme, jo. Qartë, profesor. Të falenderojmë shumë që ishe sot në këtë pjesë. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit juve. Ndërkaq, në gjykatën